Në një nga rrugët më të njohura të New Yorkut, flamuri kuqezi u valvit krenarisht më 21 qershor gjatë paradës shqiptare në qytet. Me qindra pjesëtar të komunitetit shqiptar nga gjithë Ballkani festuan për herë të parë, një ditë që tashmë ka hyrë në historinë e metropolit. Kryetari i Bashkisë së New Yorkut, Eric Adams, mirëpriti përfaqësues të komunitetit shqiptar në rezidencën zyrtare Gracie Mansion, ku theksoi rëndësinë e ruajtjes së lidhjeve me atdheun dhe vlerësoi kontributin e shqiptarëve në qytet. Kur më pyetën nëse mund të organizoni një paradë, thash po. Do ta bëjmë të ndodhë dhe do të sigurohemi që të jetë një nga paradat më të mira që do të shihni. 200.000 shqiptarë të fortë jetojnë në New York City. Ju them faleminderit që e bët këtë qytet atë që është. Adams, i njohur për afrimitetin me komunitetet emigrante, solli një mesazh të fortë për identitetin dhe krenarinë shqiptare. Me humor dhe përzemërsi, ai theksoi se shqiptarët nuk kanë pse të braktisin vendlindjen për të dashur Amerikën. Mezi pres të vi në Shqipëri dhe të shijoj lumejt, detet, malet e bukura dhe gjithçka që keni për të ofruar, ndaj ju falenderoj shumë dhe mezi presim të nderojmë e të vlerësojmë ata që po i nderojmë sot. Faleminderit gëzuar ditën. Nga Shqipëria e vogël në Bronx e deri te komuniteti i konsoliduar në Queens, shqiptarët kanë ndërtuar një prani të fortë kulturore e politike në New York. Parada e 21 qershorit u kthye jo vetëm në një ditë festimi, por edhe në një shprehje të fuqishme të identitetit kombëtar.